Dashi. Hëna do jetë në të njëjtën linjë me Saturnin sot dhe do ju bëj edhe më të mençur dhe më të matur. Nëse jeni në një lidhje, gjërat do fillojnë të bëhen më serioze e do mendoni për fejesa, martesa, bashkëjetesa ose fëmijë. Çdo moment do jetë i bukur. Ju beqarët do largoheni nga disa persona që keni pëlqyer dikur dhe do filloni të kërkoni një njeri me vlera dhe të sinqertë. Po bëtë shumë përpjekje, mund të shihni edhe rezultatet e para. Në punë do gjeni zgjidhje për të gjitha problemet dhe do ndiheni edhe më krenar për veten. Shpenzimet do i kryeni me shumë vrull dhe kjo do ju rrezikojë. Shëndeti, gjendja fizike do jetë e mirë, por lodhja mendore mund t'ju rëndojë. Ruani ekuilibrin dhe mos e teproni me angazhimet. Këshilla, mos e harroni parimin e masës, edhe vendimet më të mira duan qetësi dhe kontroll. Demi. Hëna do ju ndihmoj me projektet që keni në përduar, do jeni në humor të mirë dhe gjithçka do funksionojë si duhet. Venusi, duke kundërshtuar planetet e tjerë, do sjellë më shumë bashkëpunim në çift. Dita pritet të jetë e bukur dhe e ngrohtë, shfrytëzojeni sa më shumë. Për ju beqarët, dashuriçkat do jenë më të shumta se zakonisht. Edhe pse nuk do filloni një lidhje serioze, do kënaqeni shumë. Puna do ecë mirë dhe do sjellë edhe përfitime financiare. Në planin e parave situata do jetë më e mirë dhe do mund të bëni ndonjë shpenzim pa shumë dilema. Shëndeti, energjia do jetë e stabilizuar. Kujdesuni vetëm të mos lodheni fizikisht më shumë se sa duhet. Këshilla, shijoni momentin, por mos harroni të ruani ritmin që keni arritur. Binjakët. Pavarësisht gjendjes së ditëve të fundit, sot do jeni më të hapur dhe të gatshëm për mirëkuptim me të gjithë. Nëse keni një lidhje, të dy me partnerin do mundoheni ta përmirësoni situatën. Edhe pse keni punë për të bërë, Venusi do ua lehtësojë atmosferën. Nëse jeni beqar, do jeni ëndërrimtar dhe do prisni princin e kaltër t'ju shfaqet. Ky është gabim, po nuk kërkuat vetë, asgjë nuk ndryshon. Në punë duhet të merrni iniciativa për të kaluar pengesat që do dalin. Mundeni t'ia dilni. Financiarisht, situata do jetë e mirë, por shpenzimet duhet t'i bëni me maturi. Shëndeti, mund të ndiheni pak të shpërqendruar. Aktiviteti fizik i lehtë do ju ndihmojë të rifitoni përqendrimin. Këshilla, mos prisni që gjërat të vinë vetë, sot fati favorizon ata që veprojnë. Gaforja. Përgatituni për një ditë ndryshe dhe të mbushur me momente fantastike. Neptuni do uashtrojë romantizmin dhe emocionet. Nëse jeni në një lidhje, mund të bëni edhe plane serioze për të ardhmen. Nëse jeni vetëm, papritur mund të gjeni shpirtin binjak, mos e humbisni rastin nëse ju kërkon takim. Në punë nuk do ju mungojë motivimi dhe do ecni shpejt përpara. Financat do jenë me shumë fat, menaxhojeni mirë dhe dita tjetër do jetë edhe më e mirë. Shëndeti, do ndiheni të ngarkuar emocionalisht, por në sens pozitiv. Kujdesuni vetëm të mos e teproni me entuziazmin. Këshilla, besojini intuitës tuaj, sot ajo do jetë udhërrëfyes i sigurt. Luani. Sot do i kushtoni më shumë rëndësi jetës sociale dhe më pak asaj profesionale. Nëse jeni në një lidhje, dita do jetë e këndshme, edhe pse jo shumë pasionante. Të paktën nuk do keni debate. Ju beqarët duhet të merrni zemër dhe t'i shprehni ndjenjat para se dikush t'ju marrë vendin. Në punë do keni zhvillime të rëndësishme dhe kjo mund t'ju nxjisë të pranoni një propozim të mëparshëm. Në aspektin financiar duhet të ruani ekuilibrin. Shëndeti, pak lodhje fizike mund t'ju shoqërojë gjatë ditës. Pushoni disa minuta her pas here. Këshilla, mos prisni momentin e përsosur, veproni tani që rrugët janë të hapura. Virgjëresha. Venusi do ju ndihmojë të shihni jetën me optimizëm. Do jeni në humor dhe do komunikoni më lehtë me të tjerët. Nëse jeni në një lidhje, do tregoheni të vëmendshëm dhe të kujdesshëm, duke krijuar një marrëdhënie të shkëlqyer. Ju beqarët do adhuroni lirinë dhe nuk do bëni asnjë hap për ta ndryshuar statusin tuaj. Në punë disa bashkëpunëtorë do ju nervozojnë, por duhet të duroni për të arritur qëllimet.
Financat do jenë shumë më të mira se më parë. Shëndeti do jetë stabil, por tensionet mendore nga puna mund t'ju lodhin. Gjeni momente qetësie. Këshilla, durimi është çelësi i suksesit tuaj sot, mos e humbni. Peshorja. Sot duhet thjesht ta kontrolloni më shumë veten në mënyrë që gjërat t'ju ecin mirë. Hëna do të nxit instinktin e pronësisë në çift. Do kërkoni të drejtat tuaja në planin sentimental dhe do jeni edhe shumë xheloz. Kujdes mos e teproni. Për ju beqarët nuk pritet asgjë e veçantë gjatë kësaj dite. Bëni durim sepse përndryshe vetëm sa do mërzitni veten. Në punë do keni shumë ambicie, por do ju duhet më shumë këmbëngulje dhe pa nxitje nga të tjerët. Financat do jenë të ekuilibruara. Nuk do fitoni në ndonjë lotari, por edhe nuk do rrezikoni asgjë. Kujdes vetëm nga Plutoni i cili do ju shtyjë të shpenzoni më shumë. Shëndeti, mund të ndiheni pak të lodhur mendërisht për shkak të tensioneve emocionale. Merrni kohë për qetësi dhe shmangni çdo ngarkesë të panevojshme. Këshilla e ditës, mos i ushqeni dyshimet sa herë që lindin. Shikoni faktet, jo frikërat. Akrepi. Sot do bëni të pamundurën për të krijuar një ditë sa më harmonike dhe nuk do ju mbani më mëri as atyre që ju kanë bërë keq. Jeta juaj në çift pritet të jetë shumë e bukur. Gëzimi juaj do të reflektohet kudo. Mos harroni se dashuria është si një lule e brish për të cilën duhet të kujdeseni me delikatesë. Për ju beqarët do të fillojë lumturia. Ju pret një takim shumë i bukur gjatë të cilit do takoni shpirtin tuaj binjak. Në punë duhet të jeni të duruar sepse po nxituat keni për të pasur probleme shumë më të mëdha nga më parë. Financat do mbrohen mjaft nga planetët. Disa prej jush mund të kenë edhe shtim të ardhurave. Shëndeti, do ndiheni më të qetë dhe emocionalisht më të balancuar, megjithatë shmangni lodhjen fizike të tepruar. Këshilla e ditës, mbani zemrën të hapur, por mos harroni të ruani ekuilibrin ndërmjet ndjenjave dhe arsyeve. Shigjetari. Mërkuri dhe Plutoni do kundërshtojnë njëri tjetrin sot dhe mund t'ju bëjnë edhe ju të paqartë. Nëse keni një lidhje, ndjenjat do jenë të thella, por një dyshim që keni mbi partnerin nuk do kaloj pa u aprishur ditën. Bëni kujdes sepse ai po kërkon thjesht t'ju bëj pak xheloz. Ju beqarët duhet të ndryshoni paksa mënyrën tuaj të joshjes dhe duhet të tregoheni herë edhe indiferent. Do keni më shumë sukses në këtë mënyrë. Në punë do jeni të papërqendruar dhe nuk do dini çfarë të bëni. Kujdes sepse po vazhduat kështu do përballeni me probleme. Ditë plot diell edhe për sektorin financiar. Bëni ato shpenzime që kishit planifikuar pa u stresuar. Shëndeti, luhatjet e humorit mund t'ju lodhin emocionalisht. Aktivitetet fizike të lehta do t'ju ndihmojnë të stabilizoheni. Këshilla e ditës, mos i jepni shumë pushtet mendimeve të dyshimta. Flisni hapur dhe sqaroni gjithçka. Britsjapi. Marsi nuk do ndikojë shumë pozitivisht tek jeta juaj gjatë kësaj dite dhe mund t'ju nxit të futeni edhe nëpër debate. Reflektoni dhe mundohuni ta komandoni veten sepse gjërat mund t'ju ndërlikohen. Nëse jeni në çift duhet të bëni kujdes nga ndryshimet e humorit. Kjo mund të ndikojë tek lidhja juaj. Mundohuni edhe të mos provokoni xhelozinë e partnerit. Ju beqarët do tërhiqeni shumë pas dikujt sot dhe do shpenzoni shumë lekë për të qëndruar pranë tij apo për t'i tërhequr vëmendjen. Në punë do keni ide shumë të mira dhe do ja dilni mban të realizoni disa nga projektet që keni bërë më herët. Me financat do keni fat, por gjithsesi mos ndërmerrni më shumë rreziqe se sa duhet. Shëndeti, do jeni pak të tensionuar. Kujdes me sistemin nervor dhe përpiquni të shmangni debatet e kota. Këshilla e ditës, vetë kontrolli është çelësi juaj sot. Mbani distancë nga çdo provokim. Ujori. Nëse kohët e fundit jeni përballur me shgënjime, sot situata do jetë e njëjtë dhe do jeni të mërzitur. Nëse jeni në një lidhje, jeta juaj do jetë e tensionuar. Do mundoheni të impononi mendimet tuaja për gjithçka dhe kjo nuk do i pëlqejë partnerit tuaj. Ndryshoni taktikë sepse do keni probleme më të mëdha.
Ju beqarët do jeni shumë joshës, por përsëri nuk do keni më shumë se sa një aventurë. Edhe në planin profesional do jetë një ditë e zakonshme. Po nuk u treguat më luftarake, do mbeteni shumë mbrapa. Për sa ju përket financave, nuk duhet të merrni sot asnjë vendim të rëndësishëm. Qëndroni më vigjilent se më parë dhe keni për ta parë që gjendja do mbetet e mirë. Shëndeti, mund të ndiheni të rënduar emocionalisht. Merrni kohë për reflektim dhe shmangni situatat stresuese. Këshilla e ditës, nuk është çdo betejë për të fituar. Zgjidhni me mençuri ku ja vlen të investoni energjinë. Peshqit. Sot do reflektoni gjatë dhe do vendosni të bëni disa ndryshime të ecurisë së jetës vetëm që gjërat ju ecin sa më mirë. Dashuria do shkojë për mrekulli. Nëse keni një lidhje, jeta juaj do jetë e qetë dhe sensuale, ndërsa ju beqarët do keni një takim shumë të këndshëm. Kujdes nga Jupiteri dhe Saturni, të cilët mund t'ju bëjnë më naiv dhe më tepër romantik se sa duhet. Mos ëndërroni shumë, por tregohuni realist. Në punë duhet të bashkëpunoni më shumë me të tjerët që t'ja dilni. Edhe sikur disa të jenë mendje mëdhenj, mos u avini shumë veshin, por ecni përpara. Në planin financiar nuk do keni probleme. Tregohuni pak më të matur dhe çdo gjë do shkojë për mrekulli. Shëndeti, energjia juaj është e mirë, por sistemi nervor mund të jetë pak i brisht. Shmangni situatat që ju ngarkojnë emocionalisht. Këshilla e ditës, qëndroni me këmbë në tokë dhe mos i lini ëndrat të ju largojnë nga realiteti. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.